8 aleatët që u futën direkt në listat e mbyllura, që mendon ti? Se u bënde primaret njëkohësisht. E ke parasysh? Dhe u zgjodhën dhe njerëz në primaret, dolën fituan vota e gjitha. Tani edhe atë primareve do shkojnë një pjesë për... Unë për këta aleatët nuk kam rezerva, se ta thash që në fillim. Jo këta që dolën. E pra edhe për këta që dojë... Këta që u futën direkt. Janë aleatë tjerë, të rëndësishme. Ore, kam bërë llogarinë numerike, do marrim sa më shumë vota. Me primaret kam shumë problem. Ç'është kjo që nëzori? Se primaret nuk ishin primaret. Në primaret. Primaret. Primaret nuk ishin primare, si pas me. Do me thënë, u ngrit një fabul për të bërë një fars në një farë mënyre. Aty 16-18 veta hynë direkt. Pastaj edhe ata që kanë fituar, do i rizgjedhi prap Saliu me Flamurin, kështu që primare do ishte si pas listës kush fiton gjithë ngar, ata që janë ngar renditen po ashtu në listë. Në këtë kuptim me primaret kam problem, jo me koalicionet. Koalicioni është logjike pasër numerike. Edhe primaret që të qartësoj një... Primaret që ishin Flamur tani se edhe unë nuk i kuptova. Si Bushati dhe unë si kam kuptuar. Ebra t'ju qartësoj një... Jo, unë i kam kuptuar, si ishin primaret, si ishte garë, ishte një falsitet, hajde me që kemi premtuar ta bëjmë. Qarë është lutem? Gjitha jo argjim, gjitha jo lodhje. Unë se bën ashtu si që premtuan. E pra. Jo, pritni. Gjitha jo lodhje, gjitha jo argjim, qa ishe Falë, mos u mutni. Primaret ka qenë një leksion i madh demokracie se si funksionon një forcë politike. Leksion. Demonstrim absolut kulture dhe qytetarie brenda një force politike. Ata që votuan po s'ka vlerë vota e tyre? Atë lutem. Se ata s'vendosin asë gjë? Andë të lutem. Tani. S'mjafton që të votohet, duhet edhe që ti për cilë vullnetin... Prit, ju a themun. Qëfar qëllimi ka patur Partia Demokratike ku ka sankcionuar në statut primaret? Ju rikujtoj gjithë kohën kur nisi foltore në Sali Berisha. Dhe ju tha, demokratëve në gjithë Shqipërinë, deputetët dhe pushtetarët e tjerë lokal, nuk do ta kem tagrin unë. Do të mi... Zgjidhni ju. Propozoni ju, do të mi sillni ju. Dhe do t'i rendisni ju. Jo, se renditës ka thonë kur. Ka thonë me kemi video. No, se ke. Prit ta mbare. Video më? Jo, tashi, Ergyst, dal. Hap ta gjej video më? Unë, tashi, Sali Berisha është të merë s'ishte kujdesshëm në artikulimin e ti, që se fut dyshiun, atëherë ka qenë kujdesshëm, s'është tani. Prit, unë mua mund më rëbene në emocion që, ashtu, ndërsa atë nuk bëva kitë. Tani më dëgjë. Ore, keme video më se kam gjumë mirë. Prit, morë zoti se kam qenë unë gjithkund, gjota. Ta hap ta gjithë ashtë. Të lutem. Dhe që ndodhë? Ku do shkojnë kandidatë e primareve? Ne kemi në statut. Kanë fituar. Primare, vendos antarësia, jep mendimin dhe votën antarësia, kalon në institucionet e tjera të partisë, që është Kryesia dhe Këshilli Kombëtar, sepse primaret në statut janë një nga shtyllat, mund tjetë edhe kryesore, po një nga shtyllat me cilat vlerësohet një kandidat për deputet. Ka dhe shtyllat të tjera, prit pra, të lutem. Pra ne po bëjmë atë që do statuti. Është marrë mendimi antarësisë, ka dhënë opinionet dhe votën e vetë antarësia për ta, tani institucionet e partisë, sipas statutit, do të vendosin. Prit, kishte dy mundësi ishin. Primaret t'i bënim skualifikuse, që do sillte egërsi në përballje dhe mund na krijonte probleme, fraktura, ose kualifikuse. Ne zgjodhëm rrugën më të butë. Ne nuk po ju diskutojmë këtë. Shumë mirë bëhet që zgjodh kualifikuse. Problemi është edhe një sekond. Okej. Dhe besoj që kemi bërë shumë mirë sepse energjizoj dhe, por nuk janë primaret vendimtare për të përcaktuar fitusin. Po pse, mos i qyj primare, thuj testim. Po bëjmë një testim. Primare quen ato, se, më falë, edhe në SBA... Primare është vota, pra unë marrë votën, që po e ke votën, po do të shkojnë Trumpi kështu. Kjo është koncepti shqiptar. Mos e ka bërë Trumpi kështu në SBA. Mos e bëri Trumpi kështu. Primaret kalojnë primare dhe pastaj shkojnë në konvent. Edhe atje ka të një gjë. Po, votohet, s'ka diskutim tjetër atje. Jo presidenti, jo presidenti. A i që merë votën pra? E po e nga tron tash, jo. Konventa është qek. Ajo shikon vetëm nëse ke shkelje me ligjin e tjerë, nuk del mbi vullnetin e popullit konventa. Unë një gjë kam për t'ju thonë. Jo, konventat e partisë. Po, në SBA e ke thënë. Po, unë një gjë në SBA nuk del çdo gjë
që është caktuar për procesin në statut e kemi bërë. Tani më falë. Në SBA nuk ka kritere konventa. Lutem tani, do të qërë. Është, për shembull, kjo, njëra është, po të kërë edhe element tjetër. Është primare, vota e strukturës tu. Po një është edhe vota e sa ke marrë në diasporë. Sa ke regjistruar demokrat diaspore. Tash do bëni si padronëgjistët e PS-s. Se ata bëjnë kështu regjistrime, punojnësit e ministrive këtë bëjnë. Kam 150 vota në Londër, thotë. Po jo, edhe ka një gjë. Më falë Tela Musungut. Antari partisë kontakton në antarët e partisë, por në punë si shtetit nuk i lejohet të merret me punë. Mazdite thotë. Jo gjatë e punës. Jo mazdite, sepse i ke të gjithë. Nuk e kam teologjika pra. Domethënë ai thotë kam një listë me 300 veta. Kështu që mos i më quaj votat këtu, kom llogarit këto 300 vota që kam këtu. 300 antarë votojnë Flamurokën këtu në Tiranë. Janë 300 emra këta nga diaspora, se janë vota. Janë primare, ato ma ishtë testim brenda partisë. Por e flas, një nga janë vendosur nxjerr njerëzit kot në votim. Sondazh. Një nga shtyllat është sa herë del në ekranet dhe sa herë përballet. Por e mund mos ju duket ju e drejtë. Unë po ju tregoj çfarë është rregullt e ne. A do të falë ju pyet. Se është ky rregull mos. Ta mbaroj. A do ishte mirë që statutin dhe rregulloren ton ta hedhim trajtim në analistët, mund të ishte më mirë. Por statutit dhe rregulloret tona i trajtojmë dhe i vendosim brenda partisë tonë. Ju mund ta bëni si do doni brenda partisë, por nuk mund ta shisni si një garë primare kur nuk është e tillë. Ky është problemi. Por ju bëheni si doni. Zotri, unë ju respektoj shumë, por ndjej dhimbje kur ju shoh. Sigur të mos në respektosh. Asi sekond për bunkerin. Mos në respektosh kaq shumë. Bunkerin ke Edi Rama dhe merreni me një proces tërësisht demokratik për ta sulmuar. Kjo më jep dhimbje mua, pse? Një minutë. Sulmoni bunkerin zotri. Procesi demokratik mund edhe po të kishte defekte, duhet përshëndetur. Po te bunkeri nuk po flisni. Kur në vendin tonë tjetë ai bunkerit flasin atë. Ju vjen ai. Dy forma të ndryshme bunkere. Flamu të themi gjë. Në Juve, pra Berisha ju ka premtuar demokratëve që do t'i zgjidhni ju kandidatët tuaj. Po pra. Në këto zgjedhje, gjysma e kanë, biles më shumë se gjysma, të paktën e listës mbyllur, janë 26 që nuk kanë zgjedhur demokratët. I ka zgjedhur Berisha. Je gabim. Tashi, 12 janë qarqe. Forumet me gjithë Berishën bën 16 sa shkojnë, 8 janë aleatët, janë 26. Nga 46 që është lista mbyllur, tash më fal. Edhe te kjo 10 që ju keni lënë demokratëve, thoni që do vendosim në kritere dhe shohim nga ajo që keni votuar ju, do t'i zgjedhim ne se cilët prej tyre do zgjedhim. Tani primaret kot. Këto janë me utall me demokratët tash, fal. Kjo se më fal, them një gjë tash. Jo, s'të fal fare. Po më ta mbaroj kur se ti ke gjithkohon dispozicion, nuk po ndrysh. Sepse ju zotrinj, po pse s'më le ta mbaroj pyetjen? Jeni shumë të lumtur të sulmoni çdo gjë ndodh në PD. Po mos jam i lumtur fare që unë shoh këtë. Unë do doja që ta kem un gabim. Jo, e ke tërësisht gabim. Po mirë më inshallah ashtu. Ashtu tërësisht gabim.